Benita qëndron përballë Albës me një buzëqeshje të ftohtë, por me një ton të qartë talljeje që e bën situatën të tensionohet menjëherë. Ajo fillon të flasë pa hezitim, duke i thënë Albës se është budallaqe dhe se nuk po sillet në mënyrë normale. Fjalët e Benitës janë të drejtpërdrejta dhe ashpra, dhe çdo gjest i saj duket i menduar për të bërë Alba të ndihet të shqetësuar dhe e çorientuar. Benita vazhdon duke i thënë se Alba nuk është në rregull nga trut, duke nënkuptuar se ajo shpesh sillet në mënyra të parsyeshme dhe pa kuptim. Ajo i përmend veprime dhe sjellje të Albës që sipas saj janë të nxituara dhe që e bëjnë të duket e papjekur. Çdo fjalë që thot Benita është një mënyrë për të bërë Alba të ndjejë se nuk kupton situatat dhe se shpesh reagon pa logjikë. Por ajo nuk ndalet këtu. Benita thekson gjithashtu se Alba është shumë inatçore dhe se nuk pranon të dëgjojë këshilla apo kritika. Ajo i thot se çdo përpjekje për t'i folur ose për t'i dhënë një këshill kthehet në debat ose refuzim, gjë që sipas Benitës tregon një karakter të fortë, por të gabuar. Benita e bën të qartë se ky inat i Albës shpesh e bën të duket e vështirë për t'u menaxhuar, dhe kjo krijon tension jo vetëm midis tyre, por edhe me banorët e tjerë. Mëtej, Benita e përqendron vëmendjen te frika që Alba ka ndaj saj. Ajo i thot se Alba gjithmonë tregohet e kujdesshme ose e rezervuar kur ajo është afër, dhe kjo sipas Benitës është një shenjë se Alba e ka frikën e saj dhe nuk mund të sillej lirshëm. Benita thekson se kjo situatë e bën Albën të duket e dobët dhe e papërgatitur për situata të vërteta konfliktuale, gjë që i jep Benitës një avantazh psikologjik në këtë përballje. Alba përpiqet të përgjigjet, por tallja dhe qeshja e Benitës e bëjnë të ndihet të çorientuar dhe e hutuar. Çdo fjalë e Benitës duket e planifikuar për të nxitur ndjenja frustrimi dhe pasigurie tek Alba. Dialogu midis tyre zgjat, me Benitën që vazhdon të shprehë mendimet e saj dhe të theksojë gabimet që sipas saj Alba ka bërë. Duke përfshirë situata të vogla që për Benitën tregojnë një mungesë maturie ose kontrolli. Gjatë gjithë bisedës, emocionet e Albës kalojnë nga zemërimi te turpi dhe më pas te trishtimi. Ajo përpiqet të mbajë një qëndrim të fortë, por fjalët e Benitës e bëjnë të ndihet e pafuqishme. Benita nuk ndalet dhe vazhdon të përshkruajë karakterin e Albës, duke i bërë të duket se çdo veprim i saj është i gabuar dhe se ajo nuk mund të përballet me situata reale pa frikë ose inat. Debati i tyre zgjet për minuta të tëra, me tension dhe emocione që ndryshojnë vazhdimisht. Çdo herë që Alba përpiqet të përgjigjet, Benita e ndërpret ose e ironizon, duke e bërë situatën edhe më të rëndë dhe dramatike. Në këtë mënyrë, momenti krijon një tension që mund të zgjasë lehtësisht mbi 5 minuta, duke i dhënë video një intensitet emocional dhe dramatik që e bën shikuesin të ndjehet pjesë e situatës. Në fund, Alba mbetet e hutuar dhe e lënduar, ndërsa Benita qëndron e qetë dhe e vetëdijshme për forcën që ka në